Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Je kalama, Egli dhe Gjesti përballen shumë ashpër në shtëpinë e famshme. Drama mes Eglit dhe Gjestit ka arritur një tjetër pikë tensioni në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pas rihyrjes së Eglit, marrëdhënia mes tyre ka kaluar mes afrimitetit dhe konflikteve, por së fundmi një debat i ashpër ka ndezur sërish. Gjithçka nisi kur Egli akuzoi Gjestin se ka shmangur çdo përpjekje për një bisedë të sinqertë që nga rikthimi i saj. Nga ana tjetër, Gjesti refuzoi të hapte një dialog duke thënë se ajo nuk e meriton fare që ai të flasë me të. Përplasja e tyre ka shkaktuar një mori reagimesh në rrjet. Disa ndjekës mbështesin qëndrimin e Eglit, duke i quajtur atë të drejtë për drejtë, ndërsa të tjerë e shohin Gjestin si të sulmuar padrejtësisht. Si do të vazhdojë marrëdhënia e tyre? A do të arrijnë të sqarojnë situatën apo përplasjet do të thellohen akoma më shumë? Kjo mbetet për tu parë.